Mjeku ginekolog Shkëlqim Balili u ka bërë thirrje grave dhe vajzave të tregojnë kujdes në përdorimin e produkteve plastike dhe kozmetike, duke argumentuar se disa përbërës kimik mund të kenë ndikim në shëndetin riprodhues. I ftuar në një studio televizive, Balili tha se mikroplastikat dhe substancat kimike të pranishme në produkte të përditshme përbëjnë sipas tij një shqetësim serioz për shëndetin. Sipas mjekut, studime të ndryshme shkencore kanë evidentuar praninë e mikroplastikave në organizmin e njeriut, përfshirë placentën, gjakun e grave shtatzëna, indet riprodhuese dhe organe të tjera. Balili u shpreh se ekspozimi ndaj mikroplastikave lidhet kryesisht me përdorimin e enëve plastike, veçanërisht kur ato ngrohen ose përdoren për ruajtjen e ushqimeve. Ai rekomandoi shmangjen e ngrohjes së ushqimeve në enët plastike në mikrovalë dhe kufizimin e përdorimit të materialeve plastike edhe gjatë ruajtjes së ushqimeve në frigorifer. Gjithashtu, ginekologu ngriti shqetësimin për praninë e ftalateve në disa produkte kozmetike dhe në higjienën personale si parfume, kremra, locione, shampo dhe sapun. Sipas tij, përdorimi i këtyre produkteve duhet të bëhet me kujdes, duke zgjedhur produkte me përbërje sa më të sigurta. Deklarata e Balilit u bë në kuadër të një diskutimi mbi faktorët mjedisor që sipas tij mund të ndikojnë në shëndetin riprodhues dhe zhvillimin e embrionit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.